A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdi, falenderimi, lavdrimi i takon vetëm Allahu Dhul Gjelal. Atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet, selamet, përshëndetjet qofshin për Muhammedin alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj i mëshirës, faljes dhe afrimit me Allahun Dhul Gjelal. Për dallim nga vite tjera, këtë Ramazan Xhamia Karshijaka së bashku me fëmijët e Mektebit ka përgatitur një projekt të veçantë. Gjatë këtij muaji do të trajtojmë tema të ndryshme rreth Islamit në përgjithësi dhe rreth vlerave të Ramazanit në veçanti. Ky projekt synon edukimin, vetëdijsimin dhe forcimin e dashurisë për fenë tek fëmijët tanë, duke shpresuar që të jetë në dobi të gjithë besimtarëve e sidomos vetë nxënësve të Mektebit. Lusim Allahun që ky Ramazan të na gjejë me zemra të pastërta, me shëndet dhe me përkushtim në ibadet. Allahu ua pranoft agjërimin, namazin dhe çdo vepër të mirë nga ky muaj. Ju uroj një Ramazan të begat dhe të pranuar për të gjithë besimtarët. Allahu ju shpërbleft të gjithëve.